Për gjithë ju fermerë me të cilët jemi takuar në gjithë vendin dhe që më keni ngritur shqetësimet tuaja për dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, ngricat, breshëri, përmbytjet apo zjarre në bujqësi, sot kam një lajm të mirë. Jemi në përmbyllje të ndërtimit të një skeme të sigurimit në bujqësi, e cila do të krijojë një mekanizëm të ri mbështetje dhe mbrojtje për fermerët shqiptar. Sigurimi do të jetë i aksesueshëm si për fermat e vogla, ashtu edhe për ato të mëdha, duke i dhënë çdo fermeri më shumë siguri përballë rreziqeve që janë të papritura dhe që mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme në prodhim dhe në të ardhurat e familjeve fermere. Një pjesë e primit të sigurimit do të mbulohet nga buxheti i shtetit, duke ulur kështu koston që duhet përballoj fermeri dhe duke bërë skemën sa më të përballueshme dhe të aksesueshme, sepse fermeri nuk duhet të mbetet vetëm përballë një stuhie, një ngrice apo një zjarri që mund të dëmtojë punën e një viti të tërë. Me sigurimin bujqësi, synojmë të krijojmë më shumë mbrojtje, më shumë siguri dhe më shumë qëndrueshmëri për fermerët dhe duke ndërtuar kështu një bujqësi shqiptare më të fortë dhe më të përgatitur për çdo sfidë. Puna jonë vazhdon për të kthyer shqetësimet që na keni ngritur në zgjidhje konkrete.